Arli, kërsa tje e mu. Edhe këto janë robat që do palos. O beba, ama dada është për tulare dhe Arli, nesër do ikim gjiro. Domani si vaj tulipani park. O syri bukur ti moj. Ami, unë kam qysh parë që dua ta zgjoj të të vlla, nuk zgjohet. Erdhe ti e zgjove dhe me pinti, një më pinti. Ç'a kërkon? Hajde kem të shikojmë çik pizelit, se kam vënë mami pizeli me oriz. Kam vënë pizeli me oriz, risotto con i pizeli, dopo do e hajm. Sa të bëhet? Hey guys, si që shikoni, jam në makinë, nuk pata mundësi që t'ju merja që në shtëpi, sepse më duhet të kërcisja me vrap, se më duhet të shkoj si që pata thënë të vlogu që kam postuar sot, që më duhet të shkoj të marrë gjërat që kisha ordinuar për linjën e kremrave të mi. Disa prej tyre, por prapë s'më kishin ardhur gjitha, më mungojnë akoma dhe 2 gjëra. Edhe po kërcas me vrap se shpresoj mos jetë mbyllur, se është ora diku tek 6:30, në 7 mendoj se do mbyllen. Edhe po shpejtoj mirë, po duke shpejtuar pash që ishte për një aksident pak më matan ku jam unë tani dhe shumë gjësi e keqe, me thënë drejtën, shumë gjë e frikshme për t'u parë. Edhe po, që kështu keni kujdes nëpër makina, hidhini telefonat, vini rripin dhe përqendrohuni në timon, se ndonjëherë sa do i kujdesshëm t'jesh ti të bie tjetri. Që kështu kujdesuni për jetën, se është vetëm një. Shkojmë tani. Ndërkohë të kapim pak edhe këtë rrugicën, lulet, se është shumë bukur. Dhe shkojmë, sa Mauro Pascoli, po na pret. Këtu do hym. Hey guys, qa po bëja unë? Ja, jam duke u marrë me Amarli, sepse Amarli do shumë punë që të ketë sukses. Tani sa dola nga një nga fotografët këtu ku jetoja përpara, por që e kam afër dhe po organizoj ku të gjej persona që do merren me logon time që të mi stampojnë në mizurën dhe në mënyrën e duhur. Këto janë provizore, sa për mos t'ja u dhënë pa logon, por që normalisht që do ndryshojnë dhe do bëjmë atë definitivin. Ka puna. Po thoja, shpresoj që të më mirë kuptoni dhe që të punojmë së bashku, që të arrisim sa më shumë Amarli. Unë ju premtoj që nuk do t'ju zgënjej, po punoj vërtet shumë fort, që të bëj produkt shumë cilësor, edhe kam bërë logo vetëm për kremat, sepse dua të shikoj si do duken, është thjesht një provë, dhe pastaj normalisht që do bëj logo për gjitha produktet që unë do nxjerr në treg. Tani do ta hedh telefonin atje, do vëm rripin me patjetër, siç po thosha pak edhe më përpara. Okej. Do të vëmë rripin dhe telefonin duhet ta hedhim poshtë kur ngasi makinën, kushdo qoftë ai që të merr në telefon, qoftë është një person i rëndësishëm, ndaloni makinën diku edhe përgjigjuni. Ja u them se nuk është se jam më mirë se ju apo çfarë, por thjesht e them unë, e thot dikush tjetër dhe ta mbajmë vesh në vesh që mos bëjmë dëme për jetën. Qoftë për ne, por qoftë edhe për personat e tjerë. Që kështu nisemi, shkojmë në shtëpi, jam shumë e lumtur, mërzit po pres ta shikoj si do duken dhe që nga java tjetër, pasi gjej pak një kohë, do sistemoj pak logon akoma më mirë, edhe do stampojmë ato tamam që shduan. Që kështu këto janë provizore, mora dhe produktet që më mungonin dhe nisemi tani. Nisemi se jam shumë e lumtur, ka dalë dhe dielli këtu. Nisemi. Jam zire më si lumgato. Sa mirë, ke marrë diell. Kush e ka babin shok si puna ime? Tërë jetën kemi qenë shok. Kesh baban si shok. Ciao. Kesh baban si shok, është gjëja më e bukur në botë. D'accordo. D'accordo. Tani do bëjmë shotitjen e darkës, se si ja u kam treguar këtë sekretin. Babi është është bagazhi im më i madh. Çfarë? Shqyr që e kam, ka bekuar zoti me këtë baba. Me gjithë familjen time, por me babin kam lidhje. Biles kemi një muhabet tani, se është kthyer çik nga vllai im si shumë. Dhe jam bërë çik xheloze këtë kohë të fundit.
E kam falur, po ka arritur limitin. Falme. Street u këtë e. Shumë shtrenjtë janë, po janë shumë të bukura. Hey guys, mirëmëngjes nga e tjela. Si që shikoni kam ardhur me mamin supermarket. Nuk ju mora me vete se si që shikoni jam përgjush. Nuk kam pirë akoma as kafe, s'kam bërë mëngjes. Dhe supermarketet janë mbushur me vezë bashkush. Do të imagjinoni që. Edhe du ta mendoni që të gjitha shiten, se të vish këtu nga fundi muajit nuk ka më atë vezë bashke. Kuptove? Bosh, që kështu. Nuk e di. Për precizione, fillojnë këtu, sa që ka nga ana këte, ka dhe në ana më tanë. Dhe nuk mjaftojnë se në çdo kolika, në çdo vend ka në një kështu. Shkoni? Edhe po, ja tjerat këte. Shkoni tjerat këtu. Çdo mark ka nxjerr vezë të veta, e vezë tjetër aty poshtë, vezë tjetër këtu. Ha, zoti mat. Oj. Hey guys. Është ora 2:30, siç e shikoni. Nuk kemi shkuar tek Tulipan Park, sepse siç e shikoni koha është shumë ftohtë, pranveri, është vrendësuar gati për shi. Edhe lam për një ditë tjetër kismet. Me siguri jo javën që vjen, se javën që vjen jam në kurs, por që javën tjetër akoma, ose kismet. Tani bëra një dush, si që thash ora është 2:30, Amarili se ja që bën Arli me Ilde, që me gjikë. Po të e brënda qunin. O Ilde, Amarildo mos los me atë lloj gjendje. Amarildo. Sa prekë. O Ilde, të lutem, të përgjërohem. Ma lërë ta shijoj këtë kamerën. Një si që po ju thosha. I thash Amarildos më lërni pak. I thash Amarildos më lërni ta shijoj pak kafen. Amarildo, po basta? Aty rrje. Ua, nuk më lën, ja tjetra, herdi tjetra. Dhe, si shpo ju thosha njerëz, që i thash Amarildos më lëni, 10 minuta unë nuk jam. Pse thaj ku do vesh, tash në të lutem, lërë ta shijoj çik kafe, sepse nuk kam pirë asnjë kafe sot. Siç e pat mëngjes që ka me mamin bëra një dy shpenzime tek Famila në Samarë. Edhe erdha në shtëpi, sistemova ato, bëra një dy punë, i dash fëmijë për të ngrënë, Amarildo shkove çikon te Kamila dhe erdhi goxha vonë, ndërkohë kur kishte ardhur Amarildo nga Calcio, nga sporti Kamilës, mam kishte zënë gjumin divan. Edhe Amarildo bëhante bukur u zgjova unë i bëra një dush, edhe thash pi kafen time. Kjo do ishte kafe mëngjesit, ndërkohë është ora 2:30. Edhe po ju thosha që nuk vajtëm te Tulip Park, se koha është e keqe, shumë veri, është freskë, ftohtë, jo freskë. Do thoni ju po ti me kokë lartë der për jashta. Unë nuk kam ftohtë, unë e adhuroj ftohtin, erën, freskin. Unë jam shenja Luani, jam zjarë. Unë në vuaj shumë të nxehtin. Më pëlqen freskia. Edhe thash burri dua ta shijoj kafen, të lutem, këtu në balkon me lulkat e mia. Më lër ai vajte të dolën në balkon ta ndej mamacita. Jam shumë e lodhur me thënë drejtën. Më shikoni, jam shumë e lodhur. Por si që kur kam po thoj se po mbush muajin që unë po përdor skincare-in me linjën Amarli, linjën time, dhe jo se është linja ime, por që më besoni që me gjithë produktet natyrale dhe vajrat esencial ta bëjnë lëkurën tjetër gjë. Dhe ato 2-3 njolla që kisha këte vërdall, kjo njolla këtu ishte shumë e madhe, nuk e dia duket, a di se madhe që ishte shumë e madhe, ishin 3, po më ikën, avash, plus që po e mbroj shumë nga që tani rrezet tani në fillim të këto ditët e nxehta, janë vërtet shumë rreze të rrezikshme edhe janë ultraviolet. Dhe duhet të bëjmë vërtet shumë kujdes.
Tani do pi kafe. Hi guys! Jemi në makinë dhe jemi duke ikur Xhiro të nxjerrim fëmijët të luajnë. Për momentin jemi në makinë dhe te Lodra. Jemi në makinë dhe sapo jemi nisur. Do shifemi kur të mbërrim. Është ngrohtë. O i bukur, o zemër. Shikoni si e nget makinën çonim. Hey guys. Hi guys. Dishej thash guysve sot që do bëjmë një video me Maritën ku do t'rregojmë gallatat, gjërat ndodhit imbaracante që na ka ndodhur mua dhe ty gjatë gjithë lidhjes tonë. Se ka bërë shumë aktivitete. Unë do të tregoj të Maritës, Marita do të tregojnë të mijat dhe jam e bindur që do shkriheni sqesh. Dhe do më thoni kush ka bërë më shumë dhe kush ishin më gallatë se të njërit apo tjetri. Ha? Mirë? Këtu kemi Marilisin, Arli. Arli. Hi guys. Hajde s'dikim të babo, daj. Shendi. Është këtu babo, hajde. Këtu. Hajde me mami. Këtu. Hajde. Njerëz po shikojmë gjëra për jashtat e Giardino. Edhe në një lule, në një gjë, qofim. Dhe pa vash Arli. Nuk e di u njerëz, por unë kohët e fundit jam dashuruar me këto lule të Borës. Nuk e di si e kanë emrin, me thënë drejtën, tamam, por që me lulet të përgjithësita, sidomos këto. Atje, di qa kishte atje? Kishte po kampi këshu e ti përdim me Hey guys! Mirë se erdhët në kanalin tim. Sot është e hënë dhe ju urojmë një javë sa më të mbar edhe kalofshi sa më bukur, se hëna është që ke vështirë. Sot jam veshur shumë cute, se kam bërë edhe disa nga fotot për Amarli, edhe mi ka bërë Amarilisi, fotografia ime më mirë. Edhe doja të tregoja dhe gjithashtu rezultatet që kam bërritur me Angela. Atëherë, e hapa këtë kanal, këtë vlog, sepse këtë vlog, sepse jam bërë cute me këtë bluzën kështu. Dhe dyta, sepse do pim kafe tani. Edhe sa po I kam hedhur fotot për ju që doni dhe jeni kurioz të shikoni si kanë dalë qysha apotek, shkoni tek faqja Amarindo Alketa dhe tek faqja Amarli Vispost Alketa, do t'ja vëlloj diku të shkruar këtu. Edhe po, dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që unë duhet të përshëndes 2-3 nga gocat që më kanë thënë në blogun e shkuar. Era, dhe ishin të 2 emrat e fëmijëve të gocës që tani do shkoj t'i gjej. Që t'ju përshëndes, se nuk harroj unë. Atëherë, do shkojmë së bashku të gjejmë. Jam duke kërkuar personat që donin që të përshëndeten nga mua në vlogun e radhës. Ky do jetë vlogu radhës dhe po kërkoj persona që donin që unë t'i përshëndesja. Një ndër tyre është Hera, unë të përshëndes. Faleminderit që më ndjek. Edhe tani jam duke kërkuar gocat e tjera që kishin dëshirë që unë t'i përshëndesja në videon e radhës. Por, nuk e di pse nuk po më dalin të gjitha komentet ose tjera. Përshëndetje qik guys. Hi guys, say. Ju kanë zemër. Përshëndetje. O ishin që duhet I përshëndesja
me emrat e fëmijëve. Por që nuk do të më fal. Ma shkruani prapë tek vloget dhe në vlogun e në vazhdim. Ose kur ta gjej do t'ja premtoj se do ju përgjigjem. Që kështu. Ndërkohë ju mos harroni të shkoni të bëni një like. Ja jo fëmijëve. Ritura, amo setimo jam ritura, me kullat shumë të situra, do bëjmë qik punat. Edhe bebat e mi, që po pi një estate dhe po ngjyrosin. Ikse dada mama ullu tek mbulesa atje. Shiko qa bën. O, zoti ma. Tire. Ja, Superman, ku të rëzohesh ti dhe. Hajdere, o Supermani. Hey guys, këta fëmijët e mi nuk i mban as koha e ftohtë. Është aq shumë ftohtë, sa që nuk e keni idenë. Shumë ftohtë. Ndërkohë ju lutem shikoni çik lëkurën time. Faleminderit Amarli. Edhe Amarili si ma ka thënë këto ditë. Ka thënë mami, ma ti pse e bër kaq e bukur? Mami, ti pse ke fytyrën kështu? Sepse Amarli, bashkimi i emrave të fëmijëve të mi, ka bërë të mundur që fytyra ime të shkëlqejnë, sepse unë e bëj vërtet me aq shumë dashuri sa që kam për fëmijët e mi, ashtu i bëj edhe kremrat. Se gjithmonë kur punoj për Amarli, kujtoj ata. Jam pa filtra njerëz, jam në telefoni im Samsung Galaxy, që kështu Amarli forever. Ti jo, Hey goca, është momenti ku unë duhet t'i them vetes let's go Arlin, sa për fora në gjumë, edhe tani do shkoj të bëj darkën, edhe do bëj gati 2 porosi me kremrat Amarli dhe plus kristalet. Normalisht që do marrë ca fragmente me vete. Nisemi! Si fillim do t'i them vetes time Alketa, brava, sepse si që shikoni kam pastruar të gjithë kuzhinën, bie dhe dielli tani atje dhe duket që e kam bërë xic. Këtu është zona ku hajm buk, tavlina, kam lënë çantën Amarili si dhe aty. Edhe këtu kam pastruar, përveç se atje është bluza Arlit që do ta çojmë atan. Këtu është bibironi Arlit që do ta lëm te vendi vet. Edhe këtu janë çelësat e baba Marildos dhe ajo atje që do të shkojnë tek banja. Këtu